Fusha e vjetër e mbetjeve në Vlorë në lagjen 24 maj ka qenë prej vitesh një nga shqetësimet më të mëdha për banorët e zonës dhe për qytetin. Grumbujt e mbetjeve, era e rëndë dhe sidomos zjarret e përsëritura kanë krijuar ndotje dhe rrethimi, të cilat janë përhapur deri në zonat e banuara. Në mars dhe qershor të vitit 2025, fusha u përfshi sërish nga flakët, ndërsa era e fortë e bëri edhe më të vështirë kontrollin e situatës. Autoritetet kanë folur për vetëndezje si pasojë e temperaturave të larta, por në raste të tjera ngritur edhe dyshime për zjarrvënie të qëllimshme. Për vite me radhë është dyshuar se mbetjet ndizeshin edhe për të ulur vëllimin e tyre, në një kohë kur qyteti nuk kishte një vend tjetër funksional ku t'i dërgonte. Sot, mbetjet e Vlorës depozitohen në landfillin e Sherishtës, por fusha e vjetër vazhdon të mbetet një plagë e hapur dhe një rrezik për mjedisin. Pas një problematike shumëvjeçare në vend grumbullimin e mbetjeve në qytetin e Vlorës dhe pas zjarreve të njëpasqyrshme në të cilën krijojnë jo pak shqetësime për komunitetin, por edhe thuajse për të gjithë turizmin. Më në fund duket se po merr një zgjidhje. Banka Gjermane KfW ka hedhur 5 milion euro për sistemimin e vend grumbullimeve të mbetjeve. Firma private në të cilën e ka fituar në datën 9 korrik ka nisur hapat e para të punës. Sipas informacioneve nga terreni, flitet që do të nisi pikërisht rrethimi i fushës së mbetjeve dhe më vonë pajisja me kamera sigurie për të shmangur ndonjë incident për djegjen e mbeturinave. Ndërkohë që pritet më pas hedhja me dhe ose kapsulimi i kësaj fushe dhe faza e fundit do të jetë mbjellja me pemë. Ndërkohë, sipas informacioneve të tjera nga terreni, bëhet me dije se përpara se të gjitha këto procedura të nisin, mbeturinat e Bashkisë së Selenicës, por edhe të njësive administrative, do të hidhen pikërisht këtu dhe më pas do të nisi kapsulimi i kësaj fushë mbetjeve. Tashmë ky territori ka kaluar në dorë të firmës private, ndërkohë që punojësit e pushtetit vendor janë larguar prej këtej. Më 9 korrik 2026 është shpallur fituesi i kontratës për mbylljen dhe rehabilitimin e kësaj fushe, së bashku me vend depozitime të tjera në Vlorë dhe Selenicë. Projekti parashikon zhvendosjen dhe ngjeshjen e mbetjeve, mbulimin e tyre me shtresa izoluese, ndërtimin e sistemit për largimin e gazrave, kullimin e ujrave dhe gjelbërimin e zonës. Megjithse kontrata është dhënë prej 9 korrikut, deri tani në terren puna nuk ka nisur. Ndryshimi i vetëm i dukshëm është tek siguria. Rojet e bashkisë janë larguar dhe hyrja tashmë ruhet nga një kompani private. Banorët presin që ndryshimi të mos mbetet vetëm tek rojet e hyrjes, por të shihet edhe në terren. Pas vitesh me tym, flak dhe premtime, fusha e mbetjeve ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme që kjo zonë të mos vazhdojë të jetë rrezik për shëndetin, mjedisin dhe imazhin e Vlorës.